Flamurtari qëndroi vetëm një sezon në Super League pasi shkthyer sërish një kategori më poshtë. Verdikti në fakt u vulos një javë përpara përfundimit të kampionatit dhe sezoni i ardhshëm do ta gjejë skuadrën vlonjate duke nisur sërish rrugtimin nga kategoria e parë. Por çfarë solli këtë situatë tek Flamurtari? Keq menaxhimi për zgjedhje e gabuar e lojtarëve që veshin këtë sezon fanellën kuqezi. Sportdashtit dhe qytetarët vlonjat në intervistat e tyre fajsojnë mbi të gjitha drejtuesit e skuadrës, por edhe lojtarët. Sipas tyre, në ekip mungojnë lojtarët vlonjat që ta ndjejnë fanellën dhe përgjegjësinë ndaj klubit. Ata theksojnë se në 10 vitet e fundit Flamurtari ka dështuar vazhdimisht, duke humbur identitetin dhe stabilitetin. Ranga kategoria. Po, ranga kategoria u arrollovi për atë për Flamurtari. Sa di çato? Nuk i bën mirë qytetit, duhet të jetë në Super League apo jo? Po, valla. Ai lozi Flamurtari. Lozi mirë. Po. Po për atë pse sa arbitri. Se ti di këtu këtu ka kaluar. Dora duhet më të tash këtu ka dhe diçka tjetër. Sipas jush kush e ka fajin, arbitri, trajneri apo presidenti? Arbitri, trajneri, të gjithë këta, po arbitri pa të faj. Është gol për atë e pa diskutueshme. Ai rak të vata të gozi. Megjithatë nuk duhej lënë për momentin e fundit. Po, ashtu është. Sa rave këta, po. Dhe keq lona, është tu për vlorë, për të vlorë këtu. Është shumë turp. Nuk do apo jo. Ka grë buk në përshpira ta që hajde po starade më të mira. Rroga gjithë. Turp i marrë vlora. Pse se ka dhe marrë vlora, blet do bëj ata atë. Po këm. Pasi Rusi nuk kombini lojtari i jo. Po në vlorë. Për të ziu, në vlorë. Ska lojtar vlonjat. Nuk ka lojtar valla. Nuk ka lojtar. Që të gjithëve bashkë është. Që të gjithëve bashkë. Je dakord me këtë përgjigje që po të jap gjatë. I të gjithëve bashkë është. Marrin futbollistën të huaj aty e djonja sa për të paguar paratë. I të gjithëve është faj. Edhe jam shumë i revoltuar, unë me origjinë jam nga Pogradeci, po kam 35 vjet që jetoj këtu. Në Vlorë edhe kam pasur shumë ashtu Flamurtarin, por është dobët shumë. Edhe ka shumë vështirë për të hyrë në kategorinë superiore. Ja po va them. Se ka ardhur, si mendon? E ka të vështirë se nuk ka, por e duhet të ketë futbollistë valla, që të ikë të çaj futbollistë. Çam, Do të thënë është menaxhuar keq. Keq o pasi? Keq. Ne se jemi helmuar në zemër nuk duam. Pse? Bjerë Vlora, me gjitha histori bjerë kategori të dyta, tretë Çfarë fare. do të thotë kjo për vlonjatët? Më trego pak. Pa Si ka qenë përgjegjshmëri, Flamurtari dhe si është tani? pa përgjegjshmëri e bashkisë edhe ati i ke drejton. Ja këtë do të them unë, ne më shumë ati i ke drejton kush e ka ata. Pse ka ndodhur? Pse vijnë këto gjëra? Si e mendoni? Bëjmë biznes, po jo të ndershëm. Se çdo gjë biznes është tani. Është e dhimbshme historia e Flamurtarit Shumë e dhimbshme, në gjykimin tim se jam tifoz i vjetër, 50 vjetë më shumë. I Flamurtarit e kem parë që në vitet 70 mos e më përpara. Ka ardhur në rënje. Po tani këto vite e fundi u shkërtua fare, pra ishte bjeri para 10 vjetë që ishte konkurrente për kampion. Flamurtari është kot. Pse? E di pse? Sepse ata janë njerëz me setër, të luftojnë, lozit tamam ashtu. Flamurtari ishte njerëz me një kohë. Sot Flamurtari. Tani mendon se është faj lojtarëve apo i atyre që e drejtojnë? Jo, sa do të jetë trajneri, ashtu lojtari është lojtar. Ka setre, ka los. Kupton? Si e shikon rënien nga kategoria si një Flamurtar me histori? Jo. Tani këta ka mundësit ikën, baruan. Është e vjen. dhimbshme për vlonjatët? Është e dhimbshme për Po vlonjatët? është. Ku ishte Flamurtari që mbash nam, sot iku, vajti mbaroj. Ska lojtar vlonjat. Urdo? Lojtar vlonjat, mungojnë lojtar. Them atere, Rusin Po tani, si e shikon tani? Tani nuk janë lojtar, nuk lozin ashtu si duhet. Se S'ka fuqut. Nuk janë lojtar tamam për së mari. Rënia e Flamurtarit një kategori më poshtë konsiderohet nga qytetarët e Vlorës si një turp dhe fatkeqësi për qytetin. Sipas tyre, skuadra është menaxhuar keq prej vitesh dhe kjo ka sjellë edhe situatën e sotme, duke bërë që vetëm pas një viti në Super League, ekipi Flamurtarit të rikthehet sërish në kategorinë e parë.